Për shëndetje nga kuzhina Njerit, sot kam vendosur me përgatit këto të gëzumet që janë mbas hurmave për iftar, hijeshia edhe apetiti i sofrës për mu. Speca tepër të shishme, speca të shpejta përgatitje, speca që me ngjes mundën i përgatit për iftar i keni të gatshme me konsumu. Si për vete, ashtu edhe kur keni mysafir të ftuar për iftar, pra me ushqime tradicionale që kanë mju kënaqë, sidomos me pitolkat nxehta. Krejt që kanë nevojitën janë, siç po shihni, 1 kilogram me speca, i kom pjek, i kom fut në një qese, i kom lënë pak me uzbut, edhe i kom qëru pa ujë, veç ashtu i kom qëru pra. Në anën tjetër e merrni 1 lugë të gjellës ufull të mullës, magdanoz të fresk, 6 deri 7 thelbi hudhër, si dhe vaj ulliri. E morëm bismillah 1 tigan edhe hedhim vaj ulliri. E lojna që të nxehet pak. Vaj i ullirit është nxehur, siç po shihni. Specat të gjithave ja u kemi qit, pra ka pak prit brenda me moja të gjishave. Qesim specat me cilantro të vogël. I rrotullojnë atash me emën tjetër. Mbasi i kemi kavardisht në të dy onë, tash morën thelbet e hudhrës, magdanozën e fresk, si dhe ufullin. Plak i rrotullojna në anën tjetër. I rrotullojna plak në anën tjetër që të kavardishtën edhe me magdanozën edhe hudhrën. Mbasi janë kavardisht në gjitha onë, e merrni 1 kavanozh të qelçit edhe i qitni kështu pra specat të nxehta prej tigonit. Në kavanozh e gjithë është sa të nxehtë. I kemi qit në kavanozh, tash këtë vajin edhe hudrat, magdanozin, ja u qesin pra për një. I lojna pak në ftofë, edhe i keni hazër në frigorifer. Pra, me ngjes mundën i përgatit, ose 2-3 orë para iftarit, edhe i kemi hazër pra në frigorifer. Sa kemi qef, për çdo iftar veç, për ngjajnë të frigoriferit edhe u vefshin mirë. I lojna pra, siç thash, në ftofë, i mbyllim me kapak edhe i lojna në frigorifer. Ju që i përgatitni, ju lumshin duart e ju befshin mirë, sepse kanë mjë knoq për iftar, sidomos kur keni ushqime tradicionale. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Allah na pranoftë agjërimin e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Njerit ju them miru pafshim.